Territori shqiptar për datën 28 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe rreshjeve lokale shiu. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në zonat perëndimore, ndërsa në zonat qendrore dhe lindore do të ketë vranësira dhe rreshje të her pas hershme. Pasditja vijon me zhvillime vranësirash dhe rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:41 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 15 deri në 23 gradë Celsius, Kukës 12 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 11 deri në 20 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 22 gradë Celsius, Durrës 15 deri në 22 gradë Celsius, Kavaj 15 deri në 22 gradë Celsius, Elbasan 15 deri në 24 gradë Celsius, Berat 14 deri në 23 gradë Celsius, Korç 8 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 16 deri në 22 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri në 22 gradë Celsius, Sarandë 15 deri në 22 gradë Celsius.